Truri ynë mbetet adoleshent deri në moshën 30 vjeç, 4 moshat kritike për mendjen tonë. Truri ynë nuk ndalet kur së ndryshuari dhe hulumtimet e reja zbulojnë 5 faza me 4 momente kyçe që shënojnë ndryshime kritike në funksionin dhe zhvillimin e tij. Studimi bazuar në skanimet e trurit të gati 4.000 personave deri në moshën 90 vjeç tregon se truri mbetet në fazën e adoleshencës deri në fillim të 30-tave kur arrin kulmin e tij. Në fakt, truri kalon nëpër 5 faza të dallueshme gjatë gjithë jetës së tij dhe pika kyçe kthehen në 9, 32, 66 dhe 83 vjeç, raporton BBC. Gjetjet e këtij hulumtimi na ndihmojnë të kuptojmë se si ndryshon rreziku i sëmundjeve mendore dhe demencës gjatë rrjedhës së jetës. Truri riprogramon veten gjatë gjithë jetës, ai forcon dhe dobëson vazhdimisht lidhjet e tij dhe nuk ndjek një model të fiksuar. Kaluhati dhe faza riprogramimi, tha doktor Alexa Mosley për BBC-n. Disa njerëz jarin këto momente më herët ose më vonë se të tjerët, por studiuesit theksuan se si këto mosha ishin të dukshme në të dhëna. Modele specifike janë bërë të dukshme vetëm tani fal numrit të madh të skanimeve të trurit të përdorura në studim. 5 fazat e trurit: fëmijëria nga lindja deri në 9 vjeç. Truri rritet me shpejtësi në madhësi, por në të njëjtën kohë zvoglohen lidhjet e tepërta midis neuroneve që formojnë në vitet e paratjetës. Gjatë kësaj faze ai funksionon më pak në mënyrë efikase si një fëmijë që eksploron pa një drejtim të qartë. Adoleshenca nga 9 deri 32 vjeç. Duke filluar nga mosha 9 vjeç, lidhjet e trurit bëhen më efikase. Kjo është një periudhë ndryshimesh intensive që përkon me fillimin e pubertetit dhe vazhdon deri në fillim të 30-tave. Gjatë kësaj faze, rreziku i zhvillimit të çrregullimeve mendore është më i madh. Truri bëhet më efikas duke forcuar lidhjet nervore dhe duke arritur kulmin e tij në fillim të 30-tave. Mosha e rritur nga 32 deri në 66. Kjo pasohet nga një periudhë stabiliteti më gjata i gjatësisë së trurit. Ndryshimet ndodhin më ngadalë dhe përmirësimet në efikasitet gradualisht përmbysen. Kjo fazë shoqërohet me lloj-lloj plaje në inteligjencë dhe personalitet. Plakja e parakoshme 66 deri në 83 vjeç. Mosha 66 vjeç shënon një periudhë tranzicioni jo të menjëhershme, por të karakterizuar nga ndryshime në lidhshmërinë e rajoneve të trurit. Në vend që të funksionojë si një njësi e vetme, truri fillon të ndahet në rajone që punojnë ngushtë së bashku. Kjo është gjithashtu faza kur fillojnë të manifestohen demenca dhe probleme të tjera si hipertensioni. Plakja e vonë, 83 vjeç e tutje. Nga mosha 83 vjeç e tutje, ndryshimet në tru vazhdojnë me një ritëm më të shpejtë. Studimi vëren se gjetja e trurit të shëndetshëm në këtë moshë është më e vështirë, por ndryshimet janë të ngjashme me ato të plakjes parakoshme, megjithëse më të theksuara. Hulumtimet tregojnë se këto mosha korespondojnë me faza të rëndësishme të jetës të tilla si adoleshenca, deklaratat e paratë moshës madhore, prindërimi dhe problemet shëndetësore në moshën madhore. Siç theksojnë shkencëtarët, ndryshimet në lidhjet e trurit lidhen me vëmendjen, kujtesën, gjuhën dhe sjellje të tjera. Studimi nuk i shqyrtoi burrat dhe gratë veçmas, duke ngritur pyetje rreth çështjeve të tilla si ndikimi i menopauzës. Megjithatë, Duncan Astel, profesor i neuroinformatikës në Universitetin e Cambridge-it vëren, shumë gjendje neurozhvillimore, psikiatrike dhe neurologjike janë të lidhura me mënyrën se si është strukturuar truri. Dallimet në lidhje nervore mund të parashikojnë vështirësi me vëmendjen, gjuhën, kujtesën dhe një sër sjelljesh të tjera. Studimi i bazuar në Nature Communication thekson se të kuptuarit e ndryshimit vazhdueshëm në tru mund të na ndihmojnë të kujtojmë çrregullimet neurozhvillimore, mendore dhe neurologjike. Profesoresha Tara Spears Jones e Universitetit Edimburgut tha: "Ky është një studim shumë interesant që nxjerr në pas se sa shumë ndryshon truri ynë gjatë gjithë jetës."